Nuk ka divorc në familjen e Ilirit dhe të Monika Kryemadhit për shoh. Nuk ka divorc në familjen e Ilirit dhe të Monika Kryemadhit për gjasme. Kush e njeh Monika Kryemadhin, që e njeh drejt për drejt, e di shumë mirë që Monika Kryemadhi e ka të vështirë derisa ta ndaj. Derisa ta ndaj bisedën. Në momentin që e ndan, pastaj nuk ka më kthim mbrapa. Dhe ai që e ka iniciuar divorcin, ai dhe ta komandoi divorcin. Tashmë kjo gjë ka marrë fund, ka mbaruar, u bë me vendim gjykate, u bë në të gjitha gjërat, kështu që nuk ka më kthim mbrapa për Monika Kryemadhi. Monika Kryemadhi vetëm do të ecë përpara. Nuk dihet. Jo, nuk ka. Për shembull, po të them kaq, dëshira ime, ti do të thosh kush je ti. Dëshira ime është ose dhe një parashikim. Unë e them, po e them këtu, një parashikim, një ditë ju edhe mund bashkoheni prapë. Zoti ju kafe do pim me Ilir Metën, se do pim për fëmijët. Do martojmë fëmijët, do na bëjnë. Kafe ke pirë me ata që sot do të shtosh të hellti. Nuk e diskutoj këtë gjë. Por bashkëtesa ime është komplet tjetër gjë tashmë me Ilir Metën. Pra është e prerë kjo gjë. Pse është e prerë? Është e prerë për arsyet e mia personale me Ilir Metën që nuk janë këtë. Dy gjëra duhet të kuptojnë ata që e kanë iniciuar këtë gjë. S'ka rëndësi se kush, do t'ju vi koha dhe atyre. Nuk i kanë bërë llogarit mirë. Si kanë bërë mirë? Nuk i kanë bërë llogarit mirë. Ata vërtet ndan një dyshe të pandalshme. Ndan një dyshe të pandalshme, e cila prodhonte pushtet dhe vota, por prodhonte dhe mirësi për njerëzit. Se vetëm Ilir Meta dhe Monika dhe gjithë njerëzit, sa njerëz kanë çuar me studime, jashtë shtetit, me kurime, kanë ndihmuar në punë, të gjithë ka fillimi deri në fund, e prishën këtë binom, nuk ka problem, sepse është një binom, është një bukë prerë që nuk ngjitet më, por nuk i kanë bërë llogarit mirë. Po si, se këtë s'arrit ta kuptoj unë që e bën ata. Po s'ka gjë. Do ta kuptosh, mbas datës 11 maj do ta kuptosh. Por nuk i kanë bërë llogarit mirë. Përfituan në një moment, përfituan në një moment vulnerabiliteti në familjen tonë. Ç'do të them? Po, kishim një problem familjar, të cilin, po s'ka rëndësi më, nuk ka rëndësi se ç'a ndodhi, është gjë që ka kaluar, është një situatë që unë kam thënë gjithmonë që e kemi kaluar tashmë, është do ecën përpara që të gjithë, një moment vulnerabiliteti që të dy burrë dhe grua e kishim shumë të vështirë në marrëdhënie me familjen tonë, të cilët njëri e përballoi më me forcë, mblodhi veten dhe eci përpara, tjetri nuk e përballoi dot dhe vazhdoi në historitë e tjera. Tani, në këtë drejtim, ata që kanë fundur hundët dhe e kanë mbjell farën e keqe, nuk i kanë bërë llogarit mirë. Tani, zakonisht zonjë, jo zakonisht, po një burrë ndon gruan për një grua tjetër. Zoti Meta ka thënë unë nuk e kam ndarë. Ndau për kushtetutën. S'ka gjë shumë mirë të martohet me kushtetutën. Dhe me ata që e nxitën për kushtetutën. Kjo kërcet shumë tani, nuk ndahet gruaja për politik. Çfarë do të jetë kushtetuta, po të jetë pikërisht, prandaj u thash që Ilir Meta pasurinë më të madhe ka votën. E kam përgatit si një nga pyetjet që prandaj u thash që Ilir Meta nuk ka pasuri as në pasuri monetare. Zonja Kryemadhi. Nuk ka pasuri as në pronë. Vetëm pasuri që ka pas Ilir Meta ka pas emrin. Shikoj çka kam shkruar. Pika më e fortë e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit ishte familja. Ju sot nuk e keni këtë pikën më të fortë. Jo, unë kam familje. Unë kam 3 fëmijë si yje, të cilët janë të bashkuar me njëri tjetrin. Më fal. Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit unë. Dakor. Sepse ju pikën më të fortë të keni pasur. Familjen. A është kështu? Po patjetër. Ajo është pra, ajo ishte pushteti i Ilir Metës. Iliri dhe Monika. Jo, s'është Iliri dhe Monika. Familja është. Po familja është. Familja ndar prindrit. Jo. Shiko. Landi, në një familje vdes bashkëshortja. Apo jo? Nuk është. Jo, kjo nuk është rasti. Jo. Po nuk është një. Po më. Ose shikosh, vdes bashkëshortja. Nuk është një gjë. Familja qëndron e bashkuar. Apo dhe anasjelltas. Në këtë rast, ne jemi prapë të bashkuar, pavarësisht se ku është njëri dhe ku është tjetri. Dahet burri me gruan ti për mosmarrëveshje politike ti, ju jeni rasti i parë në botë, jo në Shqipëri. Çfarë bëjmë tani? Nuk e ndryshoj dot unë këtë gjë. Nëse Ilir Meta do të thotë Monika, më fal, hajde bashkohemi. Çfarë do bësh? Sa herë ka shar Monikën në televizor, aq herë dali të thotë fal. Kaq, vazhdo. Po, di sa i bie? Një 50 herë. 50 herë. Po mirë, ti bëj 50. I thotë ai, Monika më fal. Landi,
Mos shikoni... Se kjo është dëshira e shumë njerëzve. Mos shikoni telenovelat e Netflixit. Ne u bëm 20 minuta që flasim për këtë muhabet. Tani, Monika, ti nuk do bësh... Ju keni lënë gjurmë në... Zoti Qafoku, ti nuk mund të prodhosh lajm me jetën familjare time private. Kështu që vazhdoj... Jo, se ka përceva. Po 20 minuta, flet ti këtë ndekë, zdu më dha, kaq, maroj puna beti, hajde ecim ke votat. Jo, barova, po s'mund ma bësh ti mua 20 herë të njëjtën pyetje. Jo, s'ka bërë 20 herë. Po sa? 2 herë s'ta kam bërë. Jo, si 2 herë. Po 7 herë pra, jo vazhdon, jo bashkohesh, nuk ka kamaru o zotëri, mos krijoni iluzione. As për ju, as për veten tuaj, as për kundërshtarët e Ilir Metës. As për ata që duan të ndërtojnë alibira të ndryshme, as për ata që duan të justifikojnë, as për Ero Veliajn, as për Edi Ramën, as për Lulzim Bashën, për asnjëri tjetër, mos krijoni alibi. Historia ime emocionale me Ilir Metën ka mbaruar dhe e mbyllim dhe vazhdojmë ecim përpara. Marrëdhënia ime me Ilir Metën janë 3 fëmijët e mi. Kaq, dhe kujtimet. Këto do ndajon me Ilir Metën. Nuk kam më të ardhme me Ilir Metën, vazhdojmë ecim përpara. Ilir Metës t'i rroj partia dhe kushtetuta dhe bura forcat të shtojnë votat për datën 11 maj për Ilir Metën.